Sot ka një energji që nuk të pyet a je gati. Është si një dritare e vogël që hapet, të jep një shans të pastër dhe nëse heziton shumë, mbyllet pa zhurmë. Ky është ai lloj momenti që duket i thjesht në fillim, një mesazh që vjen papritur, një ide që s'të lërehat, një takim i zakonshëm që kthehet në vendim, një mundësi që s'ka nevojë për dramë për të qenë e rëndësishme. Po të them drejt, sot nuk fitohet me fat, fitohet me reagim të shpejtë dhe me mendje të kthjellat. Dhe po, secila shenjë e ka sekondën e vet mos e humb. Dashi, momenti yt është i lidhur me guximin, por jo me nxitimin. Ka një ndryshim të vogël që duhet ta bësh sot, të thuash po atje ku zakonisht thua më vonë. Mund të jetë një ide pune, një bisedë që e ke shtyr ose një vendim që e di prej kohësh. Në dashuri, mos u mundo të fitosh debat, fito qartësi. Thuaje çfarë do, pa e kthyer në garë. Në para, mos e shpenzo energjinë duke u dukur i fortë, përdore duke u bërë i zgjuar. Sot vendoset ritmi për ditët në vijim. Demi, koha jote sot matet me durim, por me një lëvizje të saktë. Ti nuk je shenjë që kërcen pa parë, por sot kërkohet një hap i vogël që jep stabilitet të madh. Mund të jetë një telefonat, një kërkesë, një mjaft që e thua me qetësi. Në dashuri, mos u kënaq me gjysmë siguri, ose e rregullojmë, ose e pranojmë realitetin. Në punë, një detaj që të duket i vogël mund të jetë çelësi. Sot fiton ai që i vëre gjërat para se t'i vënë re të tjerët. Binjakët, momenti yt është në fjalë. Sot një fjali e thënë në kohën e dur ndryshon rrjedhën, po edhe një fjali e thënë gabim e prish. Pra, mos e lërgojnë të ecë më shpejt se mendja. Në dashuri, mos e luaj lojën e të shohim. Bëhu i qartë, jo i paqartë për të qenë interesant. Në punë, një ide që të vjen papritur është për t'u kapur menjëherë, shkruaje, dërgoje, vepra. Sot je shpejtësi, por bëje shpejtësinë të ketë drejtim. Daforia. Momenti yt është emocional, por praktik. Sot nuk mjafton të ndjesh. Duhet edhe të veprosh sipas asaj që ndjen. Në dashuri, mos prit që tjetri të kuptojë me intuit. Thuaje bukur, por thuaje. Në punë, mos u tërhiq kur ndjen presion. Presioni sot është provë, jo dënim. Në para, mos e shpenzo për të mbushur boshllë që humori. Ke nevojë për qetësi reale, jo për ngushëllim të shpejtë. Sot të ndihmon një vendim i thjeshtë. Çfarë e ruan paqen tënde dhe çfarë e shkel? Luani. Momenti yt është në skenë, por jo për shoh. Është një ditë ku ti duhet të shfaqesh me vlerë, jo me zhurmë. Në dashuri, tërheqja jote është e fortë, por mos e përdor si mburoj. Nëse do diçka, kërkoje me sinqeritet. Në punë, sot do të vijen re ata që marrin përgjegjësi pa u ankuar. Një mundësi për të treguar leadership mund të vijë në formë të vogël, një problem që askush se zgjidh, një situatë ku të tjerët heshtin. Sot, zëri yt ka peshë, përdore për të ndërtuar, jo për të dominuar. Virgjëresha. Momenti yt sot është rregulloje tani, se më vonë kushton më shumë. Ti e ndjen kur diçka nuk është në vendin e duhur dhe sot duhet ta korrigjosh pa u menduar shumë. Në dashuri, mos u kap pas detajeve që të fshehin thelbin. Pyet veten, apo më jep kjo marrëdhënie qetësi apo vetëm analizë? Në punë je në elementin tënd, organizim, sistem, fokus. Një vendim i vogël, si të vendosësh kufi me kohën tënde, është shpëtim. Sot nuk je për të qenë e përsosur, je për të qenë e saktë. Dëshorja. Momenti yt është në zgjedhje. Sot nuk mund ta mbash gjithçka në balancë duke mos zgjedhur. Ka diçka që kërkon një po të qartë ose një jo të pastër. Në dashuri, mos u përpiq të mos prishësh qefin e askujt, ndërsa prish paqen tënde. Në punë, një marrëveshje, bashkëpunim ose bisedë për kushtin është në favorin tënd, por duhet të flasësh. Sot fiton ai që di të jetë i butë, por i vendosur. Akrepi. Momenti yt është në të vërtetën. Sot s'të ecën me gjysma dhe me fshehje. O e vendos kufirin, o e pranon pasojën. Në dashuri, intensiteti yt është magnetik, por sot kërkohet edhe transparencë. Në punë, dikush mund të testoj durimin tënd. Mos reago me hakmarrje, reago me strategji. Në para, është ditë për të prerë një zakon që të vjedh energji. Momentet e tua janë për të bërë zhurmë, janë për të kthyer situatën në kontroll. Sot ke shans ta bësh. Shigjetari. Momenti yt është në lëvizje, por me plan. Sot universi të jep një shtys, udhëtim, ide e re, takim i ri, një mundësi për të dalë nga rutina. Por nëse e merr si lojë, e humb. Në dashuri, mos u shmang kur bëhet serioze. Jo çdo bisedë e thellë është burg. Në punë, një derë hapet kur ti e tregon seriozitetin tënd, jo vetëm humorin. Sot është ditë po, por me kushte. Dhe ti i vendos kushtet. Britsjapi. Momenti yt është në disiplinë.
Po e di, tingëllon si përgjegjësi, por sot është ai lloj disipline që të jep liri më vonë. Në dashuri, tregë butësinë tënde pa e menduar si dobësi. Në punë ka një shans për rritje, por kërkon që të marrësh rolin seriozisht edhe nëse s'të duar trokasin menjëherë. Në para, mos e neglizho organizimin. Një vendim i thjesht sop të kursen stres mesër. Momentet e tua janë të qeta, por shumë të fuqishme. Ujori, momenti yt është në idenë që duket e çuditshme, por e saktë. Ti sheh gjëra që të tjerët si shohin dhe sot duhet të besosh atë intuit mendore. Në dashuri, mos e mbaj distancën vetëm që të ndihesh i sigurt. Bëhu pak më i pranishëm, pak më i hapur. Në punë, një ndryshim në mënyrën si e bën diçka sjell rezultat të madh. Sot mos u fut në debate të kota, fut energjinë në krijim. Koha jote matet me inovacion, jo me shpjegime. Peshqit, momenti yt është në ndjeshmëri, por me drejtim. Sot je si anten, kap energji, fjalë, shenja, detaje. Problemi është që mund të humbësh në to, prandaj zgjidh një gjë dhe vepro. Në dashuri, mos u kënaq me ëndra, kërko prova, sinjale reale, veprime. Në punë, një ide kreative mund të kthehet në diçka praktike nëse e hedh në letër dhe e strukturon. Në para, ki kujdes me shpenzimet dhe më erdhi mërzia. Sot fiton kur e shndërron ndjesinë në vendim. Përshëndetje! Nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!